dita e sotme është e veçantë për ata që do marrin stemën e FIFA-s, është një vlerësim i punës dhe i kontributit tyre shumë vjeçar, i kualitetit dhe i asaj çka kanë dhënë për futbollin shqiptar. Kështu që unë duhet vërtet sinqerisht i përgëzoj ata që kanë arritë, sepse vërtet është kontribut individual, por edhe i gjithë arbitrave që kanë nxjerrë një klasë arbitrar në arenën ndërkombëtare në numrin më të madh në historinë e futbollit shqiptar. Ju që keni stemat, ju që i mbani ose që i merrni për të parë stemër për të përfaqësuar futbollin shqiptar në arenën ndërkombëtare, vërtet ta përfaqësoni futbollin ton me dinjitet, ta rrisni imazhin e futbollit ton, të jeni vërtet ashtu siç keni merituar në kampionatin kombëtar, ta meritoni dhe atje dhe të jeni korrekt dhe konsistent në vendimet tuaja në fushën e lojës. Përveç se t'ju uroj suksese shumë atyre që vazhdojnë dhe të majnë STEM, dhe duke qenë që jemi në një takim, përfitoj nga rasti për të thënë dhe një mesazh që ne duhet të jemi korrekt dhe arbitrat, kur them arbitrat, i gjithë trupi arbitrar, arbitra, asistent, VAR, në një lloj mënyre quhet titull i kësaj fushë të futbollit, të jenë shembull edhe në kampionatin kombëtar dhe jo vetëm në kampionatet e kategorisë superiore, por në të gjitha kampionatet. Dhe ajo që unë duhet të theksoj fakt për ju, shembullin që duhet t'jepni dhe atë që duhet përçoni dhe tek më të rinjt apo të tjerët, është që ne duhet t'jemi një lloj konsistent, korrekt dhe me respekt maksimal në gjithë nivelet e neshëve të futbollit.